Këtu është horoskopi i hënë 29 dhjetor 2025. Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin Horoskopi i Fationit. Dashi. Për të gjithë ata që kanë projekte të rëndësishme, kjo është një ditë me vlerë. Formë shumë e mirë psikologjike dhe gjendje shpirtërore e përgjithshme. Demi. Ditë e qetë për punë, gjithçka duhet të shkojë mirë. Ata që kanë fituar një çmim ose kanë marrë një bonus duket se janë të kënaqur, por lajmi do të vijë. Binjakët. Projektet e reja dhe kompanitë e reja nisin ngadalë. Në dashuri mund të keni bërë tashmë kërkesa shumë specifike. Mbrëmja është paksa e nënshtruar për shkak të stresit të lindur kohët e fundit. Gaforja. Është një ditë shumë interesante sa i përket aktivitetit. Kushtojini vëmendje shpenzimeve dhe shmangni goditjet me kokë, veçanërisht në jetën e dashurisë. Dita është premtuese edhe e mirë. Luani. Ju duhet të përpiqeni të zgjidhni një problem të vogël personal, është një njeri që e konsideroni mik, i cili nuk po sillet siç do të doni. Për disa arsye mund të filloni edhe nga e para në punë. Virgjeresha. Ju jeni pak i trullosur, i trazuar nga shumë gjëra që duhet të bëni dhe do të duhet të bëni. Ju mund të zemëroheni me një të afërm ose një të dashur. Peshorja. Kjo është një kohë e rëndësishme për të folur për dashurinë, për të menaxhuar jetën tuaj të punës. Mos harroni se ju mund të kuptoni dhe t'i bëni të tjerët të kuptojnë, mbi të gjitha, sa vleni. Akrepi. Ulje dhe ngritje, kjo është një ditë e keqe. Realiteti është se ju duhet të kaloni një pushim të mirë. Dhe nëse jeni në punë, përpiquni të mos lodheni shumë këto ditë. Shigjetari. Po i jepni vetes shumë për të bërë në punë dhe në dashuri. Ju jeni një person i gëzuar, i disponueshëm dhe kjo ndihmon për të mirëpritur mundësi të reja. Britsjapi. Ju keni energjinë për të investuar në idetë tuaja dhe për të pohuar veten gjatë muajve të ardhshëm. Ka edhe nga ata që kërkojnë një shtëpi, vetë autonominë e tyre, më me fat janë duke u martuar ose duke kërkuar një dashuri të rëndësishme. Ujori. Idetë për mbylljen e biznesit, ju do të zëvendësoni një person në punë ose do të keni një sukses personal të vogël ose të madh. Periudhë e bukur për çifte, për ata që duan të bëjnë fëmijë. Peshqit. Në kontekstin e punës mund të ketë vonesa, vështirësi kontraktuale. Nëse keni një situatë të tensionuar, keni kujdes sepse durimi juaj mund të përfundonte në çdo moment. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi nesër.